rikthyer në studio, ju thashë se do të rikthehemi me nutricionistin pranë Institutit Kulinar në Ranzi për të folur për një temë shumë të rëndësishme dhe interesante. Sa herë themi dietë, që këtu ne stepemi, bëjmë një hap pas edhe themi ok, tani do duhet të ha vetëm ato që duhet, duke mos shijuar asgjë. Pra ky është koncepti që është krijuar mbi regjimin ushqimor, por në fakt gjithçka është ndryshe. Mjafton të kemi informacionet e duhura dhe të gjejmë një ekuilibër mes shijes, asaj që ne na shijon, se në fund ajo që të gjithë themi është se ushqimi është një ndër kënaqësitë më të mëdha të jetës dhe nuk duhet t'ia privojmë vetes të lloj kënaqësie, po nga ana tjetër të ruajmë shëndetin dhe të investojmë sa më shumë tek ajo që ne jemi, për të patur kështu një shëndet të mirë, një pamje të mirë fizike, një mendje të shëndetshme, të gjitha shkojnë së bashku. Alkend Çuko, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë na e ke komplikuar jetën. Pse? Ne po mundojmë ta na thua edhe shijoni dhe hani, po na thua edhe hani ato që duhet. Tani na shpjego pak. Jo, duhet ta ham të gjitha ushqime. Okej. Pra mbajmë këtë versionin e fundit. Okej, të gjitha ushqimet. Në fakt të gjitha mesazhet, pra ato 9 mesazhet mes rreshtave, kjo është esenca. Pra konsumojmë çdo ushqim, por me sasinë e dur, shpeshtësinë e dur, në momentin e dur dhe pa abuzuar me ato ushqime. Sepse e përmende që ushqimi është një nga kënaqësitë më të mëdha të jetës. Dhe normalisht ne jemi të dizenjuar për të konsumuar ushqim, pra fiziologjia jonë, metabolizmi jonë dhe gjithë struktura se si jemi të ndërtuar, funksioni i saj është konsumo, digj. Pra input, output. Dhe nëse ne nuk e furnizojmë mjaftueshëm trupin tonë me energji, atëherë mund të kemi edhe probleme të tjera, të cilat edhe manifestohen në lodhje, dhimbje koke, këputje muskulore, prodhimi i tepërt i acidit laktik që ndodhet në muskuj dhe fatkeqësisht jo të gjithë njerëzit arrin që të digin atë acidin laktik, pra ndonjëherë kur lodhesh shumë, edhe që të dhëmbin muskujt, zakonisht nuk është vetëm fakti që ti ke bërë një aktivitet fizik, por janë depozitimet e acidit laktik që ndodhen në muskuj që në një farë formë, në thonjza, janë si helmi i muskujve. E kuptoj. Dhe reagojnë me anë të dhimbjeve, po theme, me anë të sinjaleve të kësaj natyre. Okej. Ndonjëherë nga nën ngrënia, ndonjëherë nga mbi ngrënia. Edhe nga nën ngrënia? Po. Okej. Prandaj, sepse nën ngrënia është një problematik tjetër që në fakt do na duhet një emision tjetër për të përmendur, sepse duhet gjithmonë një balans. Një balans ndërmjet atyre që na shijojnë shumë dhe nuk i largojmë dot nga regjimi jonë, dhe një balans ndërmjet atyre që janë të shëndetshme me vërtet. Por sekreti qëndron tek sasia. Prandaj unë kam përzgjedhur disa produkte nga Neranzi, që pa diskutim janë shumë të shëndetshme, shumë të shijshme. Çelësi i çdo gjëje në fakt është, le të themi, vetëm përzgjedhja e lëndës së parë mbi të gjitha. Nëse ne duam të konsumojmë një produkt i cili na është servirur nga platforma të ndryshme mediatike, rrjete sociale, më të thash, në formën e tillë që janë të pashëndetshme, pra i kemi portretizuar si të pashëndetshme. Diferencën ndërmjet të pashëndetshmes së vërtet dhe të pashëndetshmes të shëndetshme është vetëm origjina e produktit, pra cilësia që si ai produkt prodhohet. Pra aditivet ushqimor, ngjyruesit, nëse janë ngjyrues kimik apo nëse janë ngjyrues biologjik apo natyral, antioksidantet që përdoren, konservantet që përdoren, e kështu me radhë. E kuptoj. Okej. Prandaj unë kam përzgjedhur disa. Le të fillojmë të japim pak ritëm për të akullore. Do fillojmë me akullore. Me akullore. Në gjithë mendojmë një kaush, një tas, një dhe na del një kuti. Okej. Pra, akullore, kasata dhe parfet. Ky është një paketim nga Neranzi, i cili shërben për të bërë të treja këto produkte. Pra dhe akulloren, dhe kasatën dhe parfen. Dhe më thuaj se kush është ai që nuk i pëlqen të treja këto. Një produkt i freskët, që akoma edhe më i shijshëm edhe më i mirë. Atëherë, këto produkte apo këto paketime që Neranzi ka në pjesën e mbrapshme të paketimit, ka edhe mënyrën se si instruksione, pra se si kjo realizohet. Dhe mund të përdorim qumësh, mund të përdorim pana, mund të përdorim çdo lloj alternative edhe të qumshit, pra qumësh bajame e të tjerë. Dhe nëse do duam të bëjmë, le të themi, akullore, një alternativë mirë do ishte ta vendosim në një, pra se jo të gjithë kanë makineri akullore në shtëpi. Pra mund ta vendosim në një qese plastike nga ato që mbyllen, pak në frigorifer dhe vazhdimisht çdo një orë ose çdo 2 orë mund ta përzijmë pak dhe ajo më pas teksturën dhe trajtën e një akullore. Ose mund ta ngrim të gjithën në formë bloku dhe më pas ta coptojmë, ta vendosim në blender dhe përsëri kemi formuar një akullore. Ose mund ta bëjmë me kasata dhe parfet,
Dhe mund të përdorim këto format, se ne gjatë zakonisht në emisionet tona kemi marrë vetëm produkte ushqimore, por Neranzi ofron edhe alternativa të ndryshme, pra edhe materiale të cilat ne këto produkte mund t'i gatojmë. Dhe kjo është një linjë që ne kemi në gjitha pikat e dyqaneve tona, është linjë dekora, që jo vetëm, le të themi, këtë tavë në këtë formë kaq të lezetshme, por edhe format të tjera, tavë të tjera, plastike, alumini, metalike, për qëllime të ndryshme të përdorimeve. Për zona festash janë gjithmonë interesante. Po, madje kjo është një porcion mjaft i mirë, nëse jeton dhe vetëm. Unë, kur e pash, mendova se ti nuk na flisje për porcionet në fang, po pash ishte goxha e bollshme dhe thash jo, nuk është për një vak. Atëherë kjo është një plëmb, nëse e shohim, dhe është një porcion mjaft i mirë për të gatuar në shtëpi. Dhe nëse je një familje me 4 persona, 4 ndarje të kësaj sasie janë porcioni ideal për të konsumuar. Do të bëjmë një temë vete për porcionet, se i kemi pak... Do më thonë është që kulture, kjo puna, se si e mbushim në pjatën. Eci Malken, se do na iki koha, do kemi shumë gjëra pa thënë. Kështu që leti kalojmë të gjitha... është përsëri një përzierje gjysmë e gatshme që ne kemi. Po, dhe në paketimin mbrapa, atëherë ne kemi në 2 forma këto. Në fakt, unë kam sjell vetëm formën e pastër, pra pa shije vanilje apo pa çokoladë, por ne kësaj forme mund t'i japim të gjitha shijet që ne dëshirojmë. Pra, është në zgjedhje në dorën tonë të lirë. Dhe për ta përgatitur këtë, ne nevojiten 300 gram përzierje, 120 gram vaj dhe 120 gram ujë. Atëherë kjo është receta standarde. Por ne gjithashtu mund të kombinojmë dhe forma të ndryshme, mund të ta ndryshojmë pak recetën, sepse normalisht si çdo shef apo dhe si çdo ambient mund të bëjë eksperimente në shtëpitë e tyre. Dhe mund ta kombinojmë në vend të vajit që mund të përdorim, mund të shojmë vaj kokosi, që është akoma dhe më i shëndetshëm, jep dhe një shkriptësi akoma dhe më të mirë. Në vend të vajit përsëri mund të bëjmë një kombinim paksa më ndryshe, mund të bëjmë gjysmë vaj kokosi dhe gjysmë të bardhëveze, që prapë do t'i japi shkriptësinë, ose mund të kombinojmë edhe me inulin, që prapë do t'i japi atë strukturën, apo edhe me psyllium për ta kompensuar këtë sasinë e tepërt të vaj. Por, edhe nëse ne shtojmë vajin, përsëri duke marrë atë porcionin që ne folëm më përpara, nëse ndajmë në 5 ose 6 racione, atëherë kemi marrë një sasi e cila është ekuivalente me 80-85 kalori, si pas llogarive të mia që kemi bërë një herë në Institutin Kulinar Neranzi. Atëherë, përsëri pana mund të jetë një alternativë për të shtuar në akulloren tonë, është goxha yndyrore, edhe pse është yndyrore dhe ka sasi shumë të larta të kalorive, kjo përsëri nuk duhet të na stepi dhe të mendojmë që kjo është një gjë e gabuar, ka 35% yndyrë, që do të thotë në 100 gram, 35 gram janë yndyrë. Dhe kaloria, në fakt është goxha e lartë, ka përafërsisht 600 deri në 700 kalori për 100 ml. Kështu që përsëri vlen të përdoret, sepse qumështi, praktikisht pana është qumësht i koncentruar, pra gjatë pjesës centrifugave kur bëhet skremimi i qumështit, ajo pjesa e yndyrës që largohet, që bëhet gjalpi, në fakt kombinohet me një pjesë të qumështit dhe nga ty kthehet në pana. Dhe ka një element goxha të rëndësishëm, sepse përmban të gjithë vitaminat e treshme në yndyrë, vitaminën D, një vitamin goxha e rëndësishme për hormonet tona, si parahormon shërben vitamina D, ka vitaminën E që është rëndësishme si antioksidant, pra tokoferoli që të ndryshe, vitaminën K dhe vitaminën A që janë shumë esenciale. Në vend, do t'i përmendim që të gjitha, mos ta kemi me raktuan. Nga pak fjali, po. Qumshi i kokosit, përsëri mund ta përdorim dhe te mana skejku për të bërë kombinimin goxha të shkriftit, pra eliminojmë totalisht yndyrën e heqim vajin dhe mund ta kombinojmë me qumësh kokosi, i cili ka këto yndyrnat e mira që shërbejnë si një burim energjie i shpejtë. Nëse yndyra që ne konsumojmë, në fakt të gjithë kemi vënë re gjatë periudhave të festa, kemi qef të gatuajmë mish sa më tepër, me shumë dhjam, me shumë yndyrë, dhe gjëja më natyrale që trupi bën në ato momente është flegjum. Pra sa herë ham në sasi të larta, themi tani po më këtu gjumi dhe lodhemi, me thënë të drejtën. Pse? Sepse karikimi apo ngarkimi me këto sasi yndyrore bën shumë të vështirë tretjen. Por, kur flasim për yndyrnat e qumshit dhe kokoset, atëherë ato zbërthejnë me një herë në energji, duke mos na bërë të ndjehemi shumë të lodhur. Dhe qumshi kokosit në fakt mund të bëjmë dhe një pije shumë interesante, në fakt pija klasike dhe standarde quhet Golden Milk, është një pije tradicionale që përdoret në traditën aziatike, që realizohet me tumerik,
ginger dhe kanel. Po. Gingerin e kemi këtu. Atere, të treja këto përzierje, turmerik, ginger, kanel i përzijejmë bash. Nga sa për secilën? Nga një lugë kafe. Nga një lugë kafe. Më pas? Pra, turmerik, ginger dhe kanel shtojmë edhe qumësh, pra përzierja klasike. Por, nëse duam të bëjmë pak sa më të veçantë, mund të shtojmë qumësh kokosi. Ne në fakt jemi duke punuar me një, le të themi, produkt të ri të kësaj natyre, ku duam të realizojmë dhe formën e matchës. Pra kjo, ne e kemi matchën në të gjitha dyqanet tona, por duke qenë se është bërë një trend kaq i madh për matchën, pra një çaj jeshili i cili është në formën e plurit dhe kur e përzihen formon atë shkumën interesante, këtë ne do të realizojmë duke kombinuar të gjitha këto elemente që përmendëm bashkë, që kur ta shtojmë në qumësh të japi atë shkumëzimi klasik të matchës, por me erzat që janë akoma edhe më të shëndetshme dhe kanë akoma edhe më tepër antioksidant, duke nxitur metabolizmin, nxisin termogenezën, ndihmojnë në tretje, ulin kolesterolin, përmirësojnë peristaltikën e zorës së trash, etj. E njësër efektet tjera pozitive në organizëm. Çfarë do të përmendim? Atere, këto kombinimet ne përsëri mund të shtojmë si një dekor sipër ose reçel, ose spekulon që kemi aty. Kështë shumë e shishma, ne e përdorëm. Ose pistakion me Dubai, që është një trend përsëri i këtyre kohëve, dhe të gjitha kanë një të përbashkët, pra kanë një SHVP mes tyre. Pra, të gjitha këto janë edhe për shije, edhe për dekore pjatash. Atere, SHVP-ja e këtyre është sheqeri, pra shumë fishim me i vogël i përbashkët. Kënë flet me kode tani. Shumë fishim me i vogël i përbashkët e gjithë këtyre elementeve është sheqeri. Sheqeri mund të mendohet si dëmshëm, është i dëmshëm, por absolutisht nuk duhet ta shohim si armik, sepse në rast të parë, ne më tepër i bëjmë dëm mendjes tonë, metabolizmit tonë, vetëm nga mendimi primar që sheqeri është i dëmshëm. Më shumë dëm realizojmë nga ky mendim sesa nga konsumimi real i sheqerit. Sepse sheqeri gjendet kudo. Madje edhe yndyrë në fund të ditës kur metabolizohet apo kalon në disa procese kimike në trupit tonë, kthehet në sheqer. Kështu që pse duhet kemi frikë nga sheqeri? Praktikisht mjafton të konsumojmë sasinë e dur. Patjetër edhe sasinë që i çojmë më pas organizmit. Dhe jemi në limitet e kohës, do marrësh afër vetes tënde vetëm Coca-Colën, ajo është Coca-Cola japoneze. Po. Kemi në të gjitha dyqanet e Neranxhi Organic Market dhe diferenca në fakt nga kjo Coca-Cola, nga të gjitha format e tjera të pijeve energjike apo pijeve të gazuara që ndodhen në treg, nuk përmban acid mineral. Pra zakonisht, pijet energjike të kësaj natyre përmbajnë acid fosforik. Është një acid mineral, sepse fosfori është pjesë përbërëse e shrave tona e strukturës tonë. Dhe duke mos e pasur këtë acid mineral, atëherë nuk rrezikojmë dhe dëmtimin e kockave tona. Pa diskutim ka... Kjo shihen si e ka? Është me gaz? Me gaz, po. Është me gaz. Është pije freskuese, e gazuar dhe shumë e shishme. Okej. Dhe mbreti i të gjithave për këtë verë, unë do ju sugjeroj të gjithëve kombucha. Dhe çfarë është? Kombucha është një pije që ne kemi sjellë tashmë të re në të gjitha pikat e dyqaneve tona. Është çaj i fermentuar. Bëhet nga çaj i zi dhe çaj jeshil, kombinohen të dyja së bashku dhe fermentohen nga një kulturë simbiotike e baktereve dhe majave. Pra, bakterët dhe maja së bashku konsumojnë sheqerin që bëhet çaj dhe më pas prodhojnë aroma të ndryshme, prodhojnë vitaminat e grupit B nga autoliza qelizore, pra që janë të rëndësishme për shëndetin mendor, prodhojnë antioksidant, prodhojnë probiotik që janë shumë të rëndësishme për zorën tonë. Gjithashtu ka sasi shumë të ulët të kalorive, duke qenë se sheqeri ulet në sasinë nga konsumimi bakterial, por gjithashtu është dhe ka dhe një shije pak si uthull, si shampanjë, si një pije, si musht, është goxha e veçantë. Dhe ne, në të gjitha pikat e dyqaneve tona, këtë kemi sjell në fakt me shije ginger dhe limon, që është akoma edhe më e veçantë. Unë do ju sugjeroj të gjithëve në fakt për këtë sezon veror, nëse do doni një pije e cila është e freskët, është e shëndetshme, ka dhe atë gazin që të gjithë e adhurojmë, por në diferencë nga të gjitha pijet e tjera, kombucha 1% goxha të madhe të gazit e ka të prodhuar vetë në mënyrë natyrale, pra jo dioksid karbonit të shtuar. Unë do ja sugjeroja për ta konsumuar, sepse realisht është një pije e cila në fakt në kulturën japoneze dhe aziatike njihet si një pije magjibërse, e cila ka
treguar disa studime të ndryshme edhe për menaxhimin e tumoreve, por jo 100% me këtë efekt. Pra ndihmon në këtë aspekt. Të falenderoj që ishe me ne në studio sot, uroj një ditë të mbarë, kështu kuptuam që mund të ham dhe akullore, mund të përgatisim edhe ëmbëlsira, mund të pim edhe pije të gazuara, mjafton të dim se çfarë të zgjedhim. Shkojmë në publicitet.